kryeministri Edi Rama ka folur në forumin e investimeve mes së Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Evropian. Në fjalën e tij, kreu i qeverisë ka deklaruar se qeveria është e hapur për të bashkëpunuar me inovatorët, ndërsa ka zbuluar planin për krijimin e një akseleratori të fuqishëm në mbështetje të ministres së inteligjencës artificiale Diella. Ne kemi rënë dakord brenda nesh të çojmë përpara procesin duke hapur dyert e qeverisë për të gjithë inovatorët dhe duke krijuar një hapësirë të përbashkët me bërtham Agjencinë e Ekselencës që ne kemi krijuar para pak kohe dhe të cilën do ta vëmë në dispozicionin tuaj dhe të gjithë inovatorëve. Kjo do të thotë që duam që startupet, inovatorët të kenë mundësi të aksesojnë institucionet dhe duke aksesuar institucionet të kenë mundësi të shohin nga afër problematikat, por edhe të shfrytëzojnë të dhënat e tyre, të shfrytëzojnë statistikat e tyre, të shfrytëzojnë të gjitha të brumë që pastaj është baza e zgjidhjeve përmes inteligjencës artificiale dhe krijimit modeleve të inteligjencës artificiale. Tani besoj që duke bërë këtë do të ndodhë ajo që ndodh gjithmonë me këtë sektor, me këtë fushë, me këtë botë, që do mësojmë shumë gjëra të reja nga njëri tjetri dhe që do prodhojmë produkte të reja. Ne kemi sfidën të krijojmë një akselerator shumë fuqishëm në mbështetje të ministres sonë të inteligjencës artificiale që është vetë inteligjencë artificiale dhe natyrisht që ky akselerator do të bazohet tek ju, tek kapitali njerëzor që ne kemi brenda Akshit apo brenda Agjencisë së Ekselencës dhe me këtë sinergji do të mundohemi që çdo njërit nga institucioneve qendrore ti zgjerojmë trurin me inteligjencë artificiale. Ky është plani. Aktiviteti rajonal i inteligjencës artificiale 2025 ka bërë bashk 161 pjesëmarrës nga i gjithë Ballkani Perëndimor dhe diaspora, me synimin për të zhvilluar zgjidhje konkrete të bazuara në inteligjencën artificiale për sfida reale shoqërore.